Në Shkodër studenti që fiton kupën e Shqipërisë në volejboll për meshkuj. Në takimin që luajt në Qazim Dervishi, skuadra Tiranës e mundi 3-2 finalisten tjetër të utën. Një fitore spektakolare ekipit kampion në fuqi, që nga Ferri kthehen në parajs pasi në gjysmën e lojës e gjetën vetën në humbje 2-0. Skuadra dursake befasoi në 2 setet e para duke luajtur mirë dhe fiton 25-19 dhe 25-20 duke u hequr. Seti i tretë ishte më i bukur i ndeshjes pasi Teuta ju afrua fitores së madhe, por eksperienca e kryeqytetesve vendosi duke fituar 25-23 setin e tretë dhe më pas 25-19 setin e katërt, duke quar gjithçka në setin final. Sërish dullsakët u udhëheqën duke befasuar, por studenti tregon se është një ekip i përbërë me kampion dhe në fund mbyll gjithçka duke fituar 15-13 dhe nis festa. Finalet tilla janë të vështira në fakt, por unë mund të përgëzoj ekipin e Durrësit, i cili bëri paraqitjen më të mirë që unë kam pa në këto kohët e fundit, me një shpirt të farak, me një grind, me një dëshirë për ta fituar kupën, edhe pse jo, ne normalisht sulmohemi në thonjza nga gjithë ekipet për të na marrë trofet, domethënë kupën dhe kampionatin, me qenë që u bë kaq vite që ne fitojmë. Po normalisht voleybolli është i tillë që atëherë kur nuk e mendon të tradhton, dhe atëherë kur nuk e mendon ti mund të humbasë, siç që për rasti i Vllaznisë dje, po të njëjtin fat mund të pësonin edhe ne sot. Falenderoj çunat për shpirtin që dhanë në lojë dhe maksimumin. Fati ndikoi që mos ta ngrenin në sarradhe, sikurse edhe në Kupën e Federatës.